Shqipëria po hyn në një fazë alarmante sa i përket përhapjes së infeksioneve respiratore, duke ju afruar nivelit epidemik tipik për stinën e dimrit. Vetëm gjatë javës së fundit, më shumë se 11.000 qytetar kanë kërkuar ndihmë mjekësore në urgjenca spitalore dhe qendra shëndetësore në të gjithë vendin. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, pjesa më e madhe e rasteve lidhet me infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes, ndërsa një numër i konsiderueshëm pacientësh janë prekur edhe nga infeksionet e rrugëve të poshtme. Edhe pse deri tani nuk është konfirmuar laboratorikisht asnjë rast gripi sezonal, simptomat e pacientëve janë të ngjashme me gripin, duke përfshirë temperaturë të lartë, koll, ethe dhe në disa raste komplikacione si pneumoni. Gjatë javëve të para të dhjetorit, sistemi i survejancës ka vërejtur gjithashtu rritje të rasteve mediare pa gjak, të lidhura me viroza sezonale. Paralelisht, COVID-19 vijon të qarkulloj si virus stinor, duke shtuar ndjeshëm ngarkesën në urgjenca, ku vetëm në një javë janë raportuar mbi 1500 raste. Urgjencat pediatrike dhe ato infektive përballen çdo ditë me fluks të lartë pacientësh, kryesisht fëmijë të vegjël, por edhe të rritur. Mjekët theksojnë se ngjashmëria e simptomave mes virozave, gripi dhe COVID-19 e bën të vështirë diagnozën e saktë dhe u bëjnë thirrje qytetarëve për më shumë kujdes, veçanërisht gjatë orëve me temperatura të ulta.